Të dashur shqiptar, unë jam ish student I dhjetorit të demonstratave që përmbysën komunizmin dhe shumica miqve të mi janë intelektual të varfër, me zi e shtyn muajnë. Dhe më vjen shumë turp si përfaqësuesi demokratëve që Shkodra digjet, Jozefina krihet. Jozefina Topalli, e cila u bë zëvendës kryetare e Partisë Demokratike pas një lloj merite, e ka marrë diplomën e saj nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë me temën Ndihma e Parlamentit, roli I tij për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është tema e saj, është një lloj si diplomat e kryetarëve të kooperativave që u bën pastaj deputet, u bën dhe ministra në kohën e regjimit komunist. Një diplomë e tillë është turpi I njerëzimit. Diploma të tilla lëshon Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Dhe ajo nuk është e vetmja. Gruaja e ish presidentit ka marrë një diplomë të tillë. Dhe shumë deputet, shumë politikan ka marrë diploma nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Ky njeri diplomuar, profesore në Universitetin Luigi Gurakuqi, e di shumë mirë se si jetojnë profesorët, çfarë vështirësish ekonomike kanë. Kjo profesoresh, në ditën e hapjes së parlamentit, në shtator të vitit 2025, nuk ishte e pranishme. Praktikisht, ajo nuk e ka bërë betimin, Jozefina Topalli mund të hiqet nga parlamenti në çdo moment me një peticion që do e nënshkruajnë të gjithë shqiptarët në faqen tonë. Po ku ishte kjo gangstere e Partisë Demokratike? Sepse në krye të Partisë Socialiste dhe në krye të Partisë Demokratike kanë ardhur femra gangstere. Janë bërë ministre, po bëhen kryetare bashkish dhe Shqipëria është e paprgatitur për femra gangstere. Shqiptarët janë mësuar me shekuj, me njerëz të kanunit, me vrasës, por me burra. Dhe femrat gangstere janë një dukuri e re e demokracisë e tolerancës. Tani kush është tolerant? Një njeri I luetur nga mend e kokës është tolerant dhe shqiptari është tolerant. Shqiptarin e pushtojnë grekët në shekullin e 8 para son. Shqiptari zbulon këto artefakte greke dhe I quhen shqiptare. Jemi tolerant. Ne gjithashtu pushtohemi nga Roma dhe bëhemi miq me bijtë e tyre italianët. Jemi tolerant. Ne pushtohemi nga slavët, pastaj bëjmë lidhje gjaku me ta. Jemi tolerant. Ne pushtohemi nga turqit, bëjmë familje me to. Lind familja Topalli që do thot Çalaman në gjuhën turke. Ne jemi tolerant, pra kush janë tolerantët? Mund mos I quajmë fare njerëz, a janë njerëz shqiptarët, sepse një njeri me gjak, një njeri me nerva, tërbohet nga inati, kur fëmijët e pushtuesve fillojnë dhe bëhen kryetar partish, kryetar bashkish, bën dhe lidhje gjaku me ta. Pra ku ishte kjo Topalle në momentin kur u krijua parlamenti I ri në vitin 2025. E pra ditën e formimit të parlamentit, ditën e betimit të deputetëve, kjo gangstere ishte në mjediset e Vatikanit. E pra ku ishte kjo gangstere ditën që u formua parlamenti? Përse nuk u shfaq ajo për të bërë betimin? Sepse para nuk ka asnjë lloj respekti për parlamentin e Shqipërisë, dhe përsa të betohej ajo për një parlament që ajo nuk e quan të saj, nuk e quan veten shqiptare, ajo organizon dasmën e djalit të saj në mjediset e Vatikanit. Sipas deklaratave të familjes Topalli, dasma ka kushtuar 500.000 euro. Dhe një mësues në shkollën Luigi Gurakuqi, ku ka punuar Topalli, as që mund të ndrojë një dasëm të tillë, as që mund ta përfitojë një dasëm të tillë. Dhe nuk bëhet më fjalë për korrupsion. Në fakt, po të kishte ndodhur kjo në një vend tjetër, për shembull në Nepal, do ishin ngritur studentët dhe do e kishin djegur parlamentin. Po përse duhet ta djegim ne parlamentin? Mjafton që ta heqim zonjën Topalli nga parlamenti
Dhe në këtë film të gjithë të nënshkruajnë peticionin e tyre. Nëse ne mbledhim mbi 500.000 veta, atëherë detyrimisht zonja Topalli duhet t'i japi dorëheqjen. Përse? E njëjta gjë ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kaliforni, rasti më i freskët, ku guvernatori demokrat u vërtetua që kishte shpërdoruar fondet dhe megjithëse kishte fituar me shumicën e votave, kjo quhet në anglisht recall. Recall do të thonë të thirret edhe një herë votuesi dhe ai u hoq dhe u vu pastaj një person tjetër në vend të tij. Pra, në Amerikë kjo është krejt e natyrshme, në Shqipëri nuk është bërë një zakon i tillë që njerëz të korruptuar të hiqen. Përkundrazi, ajo ka qenë nën kryetare e parlamentit, kryetare e parlamentit, nën kryetare e Partisë Demokratike, teknikisht kryetare e Partisë Demokratike, sepse Saliu ne dim që Saliu nuk punon Saliu, e kuptoni apo jo? Ai e ka kaluar atë fazën e Enverit, do të thënë fazën e Damllas. Dhe nuk e di se çfarë flet. Ai nuk e di këfton në kryeën e Partisë Demokratike, nuk është më në gjendje të identifikoj koordinatat e tij në hapësirë dhe në kohë. Dhe zonja Topalli pra praktikisht u bë përkohësisht kryetarja e Partisë Demokratike dhe kryetarja e parlamentit. Pra, pikërisht për këtë arsye ajo ka €500.000 për të bërë dasmën e djalit në Vatikan. Tani çështja shtrohet kështu, a është patriote kjo femër? Po si mund të jetë ajo patriote kur vjen nga një familje me mbiemrin turk Topalli? Tani shtohet pyetja, a është patriote zonja Topalli? Po si mund të jetë zonja Topalli patriote kur ajo është me një mbiemër turk që do thot Çalaman? Pra, ajo nuk e konsideron veten shqiptare mbi të gjitha. Dhe e dyta, në vend që ti harxhoj fondet e saj në Kalan e Rozafës, prandaj janë legjendat shqiptare për të na kujtuar që ne jemi i lirë, që ne jemi autokton në vendin tonë, që duhet ta mbrojmë çdo centimetër katror të dheut tonë të dashur, dhe Shkodrën sidomos, e cila rrezikohet në çdo rast nga sulmi serb. Pra, në vend që të bëjë një dasëm simbolike në Kalan e Shkodrës, ajo shkon dhe bën një dasëm simbolike në ambientet e Vatikanit. Ne e dim që vetëm për të marrë qiran e këtyre ambienteve do kushtonte më shumë se €500.000, por nuk ka rëndësi se sa shumë, mund të ishte €5.000, mund të ishte €50, gjesti simbolik është shumë i shëmtuar që në vend që ta bënte dasmën si politikane në Shqipëri, e bën në ambientet e Vatikanit. Për fatin ton të mirë, një dasëm e ngjashme ka ndodhur me Jeff Bezos, që është pikërisht drejtuesi i grupit Amazon, një nga 4 miliarderët më të mëdhenj të Amerikës. Por Jeff Bezos i ka bërë parat me mundin dhe djersën e tij, si një gjeni i kompjuterave, bashkë me Elon Musk. E kanë fituar me gjak çdo lek. Do më thënë me mund, ndërsa zonja Topalli nuk e ka fituar me mund, asnjë lek. Madje zonja Topalli ka bërë një diplom që është turp për kryetarët e kooperativave në kohën e regjimit komunist. Integrimi me Europën dhe roli i parlamentit. Do t'i hiqet asaj diploma e shëmtuar që e ka dhënuar të diplome aktin e saj dhe do t'i hiqet pikërisht kandidatura e saj si deputete në momentin që ajo duhet ishte betuar në parlament. Pra, të gjithë shqiptarët do të ngrihen. Tani përse ne do djegim parlamentin si banorët e Nepalit? Ne nuk jemi majmun. Ne nuk jemi orangutang. Ne mund të djegim pronat e Topallit. Sepse Shkodra në fakt po digjet. Në Shkodër bandat po kryojnë vrasje në mes të ditës, pas një lloj pengese. Shqipëria është në gjendje lufte me bandat. Ne jemi të pushtuar nga shqipfolës. Nuk janë shqiptar. Këta janë bijt e serbëve, turqëve, grekërve dhe e fisëve italike që erdhën dhe pushtuan Ilirinë. Ne s'kemi qenë asnjëherë të lirë. Por gjë më e tmerrshme nuk është dasma e Topallit në ambientet e Vatikanit. Kisha katolike është përlyer me emrin e Topallit, kësaj gangsterie, dhe mbi të gjitha,
Nuk është problemi dasmës së vajzës ose djalit të Topallit, të Saliut dhe të gangsterëve të tjerë, por problemi është pikërisht fëmijët e tyre do zëvendësojnë Topallin dhe Saliun. Fëmijët e tyre do bëhen nesër kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i Partisë Socialiste, dhe do na udhëheqin ne edhe për 100 vjet të tjera. Pra Shqipëria nuk do të çlirohet kur nga këto hithra. Çfarë janë hithrat? Janë bimë keqbërëse që kanë pushtuar kopshtin e parajsës së Shqipërisë. Hithrat duhen hequr, të dashur shqiptar, si bimë të rrezikshme. Ato nuk ikin vetë. Hithrat duhen djegur, se ndryshe ato të djegin duart. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filmat të tjerë shkencor.